الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah e shpërblet për pjesëmarrjen, Zoti ju nderoft, kryetar dhe ju imam, xhamat të nderuar. Allah e shpërblet me të mirat e tij. Kemi sonte një temë të cilën do të jem bashkë inshallah për ta pak minuta me mundu me shtjellu që titulli i temës na tregon shumë që ka të bëjë me qëndrimet e pabesimtarëve karshi besimit islam, por që qëllimi është tregohet për një kategori të pabesimtarëve të cilët janë brenda kufrit tyre, e që me gjuhën e tyre dëmtojnë shumë besimtarët dhe muslimanët, ofendojnë, shajnë, etiketojnë e kështu me radhë vlerat islame dhe muslimanët e përgjithësi. Qëllimi është me nxjerrë diçka nga Kurani Kerim, një kuptim për të cilën Allahu xhaleshenuhu ka shfaq ofendimet, sharjet, etiketimet e mos besimtarve, karshi besimtarve, karshi pejgamberve, po dhe nuk janë kursy edhe librat e shpallura, po s'janë kursye, do me thonë dhe me lajket e Zotit, po dhe vetë Zoti, nga gjuha e tyre, e ku i ka përmbledh pastaj me një fjalë, në cilën Allahu xhaleshenuhu thot dhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Fjalët e tyre janë të njëjta, zemrat e tyre janë të pandryshuara. Pra, nga koha e Nuhit a.s. deri te Muhamedi a.s. dhe nga Muhamedi a.s. deri këtu dhe deri në kiamet, besimtarët duhet të jenë të përgatitur se do të shohen, do të etiketohen, do të sulmohen nga gjuha e një pjese për atyre të cilët janë mohus. Qëllimi i temës është që t'i krijojmë një lloj imuniteti imanor. Dhe kjo është arsye pse Zoti ka treguar dhe nuk i kam shef ato. Qëllimi është që ne të jemi më të fuqishëm në rrugtimin tonë dhe të mos dorëzohemi para ofendimeve dhe fjalëve dhe sharjeve të cilët të tjerët ja u drejtojnë besimtarëve. Do shta nga njëherë na duket neve si kur kjo është një diçka e re. Ky termi sot që përdoret, këtë gjuhën moderne, islamofobi, por realisht vetëm termi ka ndryshuar. Ndërsa fjalët pra dhe qëndrimet e mohuzve karshi besimtarëve janë të njëjta, nuk ka ndryshim. Pra, ato që ka përjetojnë sot besimtarët, i kanë përjetuar edhe pejgamberët e Zotit, i kanë përjetuar edhe shokët e pejgamberëve, po i kanë përjetuar edhe besimtarët historikisht. E para që pabesimtarët e drejtojnë ofendimin e tyre ndaj muslimanëve ose ndaj besimtarëve është përmend pra në një ajet kuranor qysh në kohën e Nuhit a.s. Çka i kanë thonë Nuhit, mohusit, kur ai ka thirrë në fenë e Allahut? Wa ma naraka tabi'aka ila alladhina hum aradiluna badiya ar-ray. O nuk po shohum se ty është duke pasu dikush tjetër jashtë na asoj pjesës së shoqërisë nga ne e cila është pa men. Pra, shoqëria më e ulët nga ne që s'ka men. Kështu i kanë thonë Nuhit a.s. mohust. Po mirë, qysh i kanë thonë Muhamedit a.s. Çka ju kanë thonë besimtarëve pra në kohën e Muhamedit a.s. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kur ju thuhet atyre besoni ashtu sikur që kanë besuar njerëz, cila është përgjigjja e mohuzve? Atë besojmë ashtu sikur që besojnë ata që kanë pak men, që janë men e lehtë.
A e sheni ofendimi është i njëjtë? Nuk ndryshon, përkundër se Nuhi dhe Muhamedi a.s. kanë mijëra vjet mes. Por fjalët e tyre janë të njëjta, zemrat e tyre janë të pandryshuara. Po pse ndodh që besimtarët mu pa me një nivel më të ulët edhe sot e kësaj dite? Çka thuj sot? A i dini kush shkon në xhami? Kush nuk mund e gjon veten në shoqëri, në tokë lidhet me qiellin. Kështu është mendimi i tyre. Pra, vetëm njerëz të prapambetur shkojnë në xhami, sipas grupit të mohuzve. Vetëm njerëzit e padije shkojnë në xhami. Vetëm njerëzit të cilët nuk kanë çfarë të bojnë, dhe s'mund ta gjejnë veten asku, shkojnë e qelin derën e xhamis, ose bëhen musliman, ose bëhen besimtar, pra ose agjerojnë Ramazanin e kështu me radhë. Allahu xhaleshanu u tregon se këta njerëz kanë një mendemallësinë brenda tyre. Dhe Allahu xhaleshanu i bë kësaj shikimin e tyre që mi pa besimtarët kështu, mi pa si tult. Po ka ajet kuranor. Ka ajet kuranor. Allahu xhaleshanu po thot kështu: li yaqulu haulai manna Allah alejhim min bejnina. Na e bojmë këta të duket kësisoj në sytë të tyre, për çka? Që ata pastaj të thojnë, a që tynve Zoti ju pas ka dhënë mirësi, nga se Islami është mirësi. A mundesh me hinë në xhenet, pa hinë në Islam nuk bëhet. Pra ati që Allah i ka dhënë iman, i ka dhënë Islam, i ka dhënë mirësi të mëdha, ja ka dhënë xhenetin. Andaj, qysh mi a dhënë xhenetin një njeri i cili mendon kësaj, pra se vetëm ajo kategoria e ulët po besoj kanë, kështu pra duket në sytë e tyre. Allahu jep përgjigje kësaj. Do t'i shmangum nga argumentet e mia, ata të cilët yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq. Kanë mendemallësi, shprehin mendemallësinë e tokë me pa të drejtë. Çtu ka problemi. Pra njerëzit të cilët kanë mendemallësi, Allahu nuk i lë me hinë në xhennet. E përderisa nuk i lë me mendemallësi me hinë në xhennet, Allahu ja fsheh pra argumentet e tij dhe atij duket se Islami, feja, besimi është një prapambeturi. Nga se mendemallësia e tij kështu ja shfaq. Dhe kemi një shembull praktik nga koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili në momentet më të vështira e bëni një lutje. Besimtarët nuk kishin fuqi. Tha o Zot, fuqizoj Islamin me njërin prej dy njerëzve më të fuqishëm që ishin atë kohë në Mekë. Ishte Omeri edhe ishte Ebu Gjehli, Amr ibn Hisham. Atë që e do ma shumë udhëzoje në rrugën e drejtë, o Zot, të forcohet Islami me ta. Kur ti marrim dhe i shikojmë cilësitë e tyre, e kuptojmë pse Allahu përzgjedhi Omerin që të vijë në Islam, e jo Ebu Gjehlin. Omeri ishte shumë i fuqishëm, Omeri ishte shumë autoritativ, Omeri ishte shumë i mençur, po dhe ai torturonte muslimanët. Po në zemrën e tij flente drejtësia dhe modestia. Përkundër fuqisë së tij, përkundër autoritetit të tij. Ebu Gjehli ishte shumë i pasur, ishte me shumë pushtet, ishte shumë autoritet kishte në Mekë, por kishte arrogancë të prumë në zemrën e vet. Deri në atë masa që i tha pejgamberit alayhis salam, o Muhammed, as ti e as Zoti yt nuk keni çka bëni mes tyre dy kodrave një njeriu më i madh këtu. Dhe Allahu e lan humbje. Kështu në Islam një njeri i cili e ka pra këtë mendemallësi për brenda. Po mirë, na me nëse
i pyesim këta mohust, pse na jena të prapambetur, dhe fillojmë i thonë ata disa arsye të veta, na jo argumentojmë juve se nuk është problemi te na. Dine që nuk është problemi te na. Dine se s'është. Se problemi nuk është te na, e argumentojmë me atë se pejgamberët e Zotit kanë qenë edhe më të ofenduar se besimtarët. A kanë pas të meta pejgamberët e Zotit? Çfarë të mete ka pas Nuhi, pejgamberi i Zotit, që nuk e pëlqyn populli vet? Çfarë të mete ka pas Ibrahimi a.s. Çfarë të mete ka pas Musaj, Isaj? Allahu në Kur'an e përmend. Ja hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastehziun. Pra nuk ka pejgamber që ka ardhur e që populli nuk është tallë me ta. S'ka pejgamber. Asni pejgamber. Pra Allahu thot asni pejgamber nuk ka që ka ardhur e që një pjesë e popullit, pra mohust, nuk janë tallë me pejgamberët e Zotit. A kanë pas të meta pejgamberët e Zotit? Çfarë të mete ka pas Ibrahimi a.s. Po Musaj a.s. çfarë të mete pat? Po Meriemja çfarë të mete pat? Që Allah xheleshenu tha e dallum mbi krejt gratë e botës. Për Meriemën dhe për Isajin Allahu po përmend Kur'an, po thot, dhe ata thanë buhtanen adhima, shpifje të mëdhaja, fjalë të mëdhaja, fyrje të mëdhaja, saqë Allahu nuk i vënoi në Kur'an ato fjalë drejt për drejt që ka thonë, për ta ruajtur dinjitetin e Hazreti Meriemës. Sepse na e dim një fe çfarë thot për Meriemën dhe çfarë thot për Isajin a.s. Pra Meriemja një grua e sakrificës, një grua e cila Allahu e përshkruan edhe dhimbjen e saj, edhe vujtjen e saj, edhe ndjenjat e saj i shfaq. Për çka? Më u tregu krejt besimtarëve, duke ju thonë se kjo është shembull deri në kiamet, se si duhet të qëndrohet në besim. Pra, edhe ufin e saj e cila bën, kur thot pra, uf sikur të mos isha. Nga dhimbjet e saj që Allahu xheleshanu i përshkruan ato në Kur'an, për t'ju treguar besimtarëve dhe për t'ju treguar grave të besimtarëve që duhet që ndrojnë në rrugën e Allahut fort. Shumë duhet që ndrojnë në rrugën e Allahut. Nuk duhet dorëzohen let. Pra sot, parlamentet, gjykatat, mbledhen për çka? Për një mbulesë një gruaje. Për mbulesën një gruaje besimtare. Po çfarë faj ka një bellë që ngjitet në kokë? Çka ndryshon ajo? Çka bën diçka prapambeturi? Jo, nuk është problemi të besimtarët, nuk është problemi të pejgamberët, po është problemi të shpirtit tyre. Sepse njerëzit duke etiketu pejgamberët, duke shoh fenë e Zotit, e shohin personalitetin e tyre pasqyr, pra ata janë për shpirtin e tyre. I shohin të metat e tyre. Po Muhamedit a.s. çfarë faj paqe e sulmun? Përderisa ishte në Mekë, edhe pa pastërtitë e kafshëve ja gjun përderisa bënte sejdë. Sejdë tu bë. Ftyrën në tokë kishte pejgamberi i Zotit. Çka ju bën ai? Çfarë faj kishte? Kur shkojnë Taif, për gjaken me gur. Kur shkojnë Medinë, organizuan ushtrim e shku me vra atje. 400-500 kilometra me shku me vra pejgamberi, se s'po mujnë me bajt, veç pse pe din që është gjallë atje, s'po mujnë me bajt. Ja thyn dhamin, e plagasen, i nxerrën gjakun. Krejt këto tortura e bën të dërguarit e Allahut, veç pse ishte pejgamberi i Zotit, për kur gjë tjetër. Pra, kështu janë sulmu pejgamberët e Allahut. Çdo herë, dhe Allahu shumë e ka përgatitur të dërguarin e tij, duke i thonë, bë sabër, o i dërguari i Allahut, ashtu sikur që bën ulul azmi, të dalluarit e pejgamberëve, kanë duru shumë edhe ti duhet durosh. Fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bë sabër, edhe largohu nga ta me një largim më të mirë. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama, dhe kur ti takosh ata,
ndoju me ta pra me fjalën selam, përshëndetu me ta me selam, mos u merr me ta. Ky është Islami. Ky është motivi, sepse ky është motivi që Allahu i ka shfaq këto ofendime, këto fyrje në Kur'an për t'ju treguar besimtarve, mësahuni me to. Mësahuni me to, sepse këto kanë ju përcjell deri në kiamet. Mësoni se Allah ju shpërblen nëse ju bëni durim dhe bëni sabër. Jo vetëm pejgamberët e Zotit, por edhe shpalljen e kanë etiketuar. Po shumë interesant. Kuranit i kanë thonë Asatirul Awwalin, tregime të parëve, prallë. I kanë thonë shpifje, i kanë thonë gënjeshtër. Sikur që ju kanë thonë edhe librave të mëhershme. Po shumë e thjesht. Vetëm ai i cili s'ka mend. Pasi që Kurani është gënjeshtër, pse tuten për një gënjeshtre? Për çka tuten? Gënjeshtra është gënjeshtër, është shumë thjesht. A do më rëzu gënjeshtrën? Po, nxjerrët vërtetën. Po sa dele vërteta, gënjeshtra bie. Ky është ligj. Përderisa ti mendon se Kurani pra, një i pa feje mendon kështu se Kurani ka gënjeshtër, nxjerrët vërtetën. Edhe ajo bie. Në qoftë se Kurani mendon se është prallë, pse tutesh për prallës, po prallat ju tregojnë edhe fëmijëve. Pse ki frikë për prallës? Na jetojmë bile në shekullin e prodhimit prallave ndryshme të cilat i bëjnë edhe filma. Pse ki frikë për prallës? Aja metet prallë. E pa vërtet, metet atje, pse tutesh? Pse del me çky në shesh? Pse del me djegun në shesh? Pse del pra e përdunon Kuranin para krejt botës? Pse e bën këta? Përderisa ajo ka një prallë. I kanë thonë i shpikur. E ka shpik Muhamedi Kuranin, kështu kanë thonë. E ka shpik. Atëherë masi është i shpikër Kurani. Allahu po i sfidon këtë mendjet e njerëzve. Dhe po ju thotë sillni pra një, bëhuni bashkë o njerëz dhe u gjin. Dhe sillni pra tash merrni bashkë edhe në ndihmë edhe inteligjencën artificiale dhe bëni një Kur'an sikur që është Kurani, apo 10 sure, apo 1 sure. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Po thot Allahu dhe nëse munoni për ju tregoj rezultatin, s'do të arrini dot me bënë një gjë të tillë. Pra po ja tregon edhe rezultatin. S'do të arrini kur që ta bëni ni, që ta arrini pra një rezultat të tillë, nga se Kurani është libër i gjallë. Kurani nuk është poezi. Kurani nuk është prallë. Kurani nuk është tregime hajt historie. Kurani është një libër i gjallë, i cili mësohet dhe lexohet më së shumti në botë. Janë 15 milion hafëz që ka bota. Janë më shumë se 100 milion njerëz që dinë gjysmën e Kuranit përmensh. Është një numër i madh, ndoshta edhe miliard, që din diçka prej Kuranit. Dhe ai e ushqen shpirtin me fjalët e Kuranit. A ka poezi, a ka prall, a ka tregim, a ka ngjarje historike që mund e ushqen njeriu shpirtin njeriu sikur Kurani, këto është problemi. Këto është problemi. Nuk është problemi i thurjes zvarxhev. Problemi është me bë gjallë atë libër. Problemi është me dhënë shpirtin atij libri. E që Kurani e ka gjallërinë. Pra, është lehtë të demaskohen këto fyrje dhe këto sharjet e tyre. Shumë e lehtë. Pra sfida është e hapur ende. Allah këtë ka thonë para 1400 vjete, është e hapur sfida deri në kiamet për pabesimtarët. Mirë po, pabesimtarët, fyrjet dhe sharjet e tyre nuk do t'i ndalin asnjëherë. Po Allahu ka treguar edhe fundin e tyre. Ka treguar fundin e tyre si do t'jetë. Shkurt po i përmeni 3 pika të rëndësishme të fundit të mohuzve.
E para është momenti kur do tepet shpirti. Allahu e përshkruan kësaj. Thot kella bella idha taraqi wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Në momentin kur shpirti vjen në grop të fytit dhe njerëzit për rreth i ofrohen. Këtu e përshkruan një vdekjet një mohusi. Njerëzit për rreth i ofrohen dhe thonë ku m'ja gjet shërimin, ku m'ja gjet doktorin, ku m'ja gjet ilaçin. Wa dhanna annahu al-firaq, pa ai i cili është në shtrat, ai i cili ka ofendu, ka shoh Allahun, ka shoh pejgambert, ka shoh besimtarët. Ju ka thonë gënjeshtër fjalës e Allahut. Ai e din se po ndahet nga kjo jetë, po ndahet nga shoqëria, po ndahet nga familja, po ndahet nga ato marifetllëqet e tij që i ka pas. Dhe kur kam pastaj shtrëngohen sepse vdekja vjen nga poshtë, dhe ai e ka takimin me Zotin e vet. Çto është ajo? E ka takimin me Zotin e vet. E Allahu xheleshenu tash po na tregon neve. A doni me ditë çka thojnë këta në ato momente? Allahu po thot sikur ti kishe pa ata kon mujrimunt. Mujrimunët, kush janë mujrimunët? Njerëzit e prishur. Në gjuhën juridike thojnë kriminalët. Në gjuhën e sotme pra janë islamofobët. Në gjuhën moderne sot janë islamofobët. Këta janë mujrimunët. Dhe Allahu thot sikur ti kishe pa walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim. Sikur ti kishe pa ata me kokat e ulura para Zotit, duke qëndru. Dhe duke thonë, Rabbena absarna o semi'na, Zot që ta shpame dhe dëgjum, tërgji'na namel salihan, këthena dhe herë se kena me bo punë të mira, kena me kom të mirë, s'kena me kom remot këshi. Që kjo ka lutja e tyre? Allah po na i përshkruan fjalët e tyre, çto kanë mi thonë? Po cilët janë fjalët e Allahut ka shi tyve? Allahu xheleshenu mu thot yawma nahshuru al-muttaqina ila rahmani wabda. Ditën kur Allahu do t'i ringjall besimtarët të devotshmit bashk të madhështori mëshirshmi te Allahu wabda, si të ftuar, si delegacion. Kështu kanë me konë besimtarët atë ditë. Pra, një delegacion parlamentar, një delegacion qeveritar, një delegacion presidencial, një delegacion universitar. Pra, çka bojnë këta? Kur shkojnë delegacion, priten mirë për i palës tjetër. Priten një palë me palën tjetër. Priten mirë. Ka protokoll, ka rregull, ka rend. Dhe Allahu po thot besimtarët do të priten pra si delegacion do të vinë në xhenet. S'kan me ardh dura komës di qysh mundën me në xhenet. Ja. Kanë me ardh delegacion besimtarët. Ndërsa pa besimtarët, ata pra kriminalet, qysh po thot Allahu xheleshenuhu, wa nasuqul mujrimina ila jahannami warda. Pra ata kriminalet do të grahen, do të shtyhen drejt xhenemit si kur tuf e etur. Kush i një kon që ban dhe i kini ruhe baktin e dini, kur kanë hëmër gjoja shumë dhe një e qëtu shumë, edhe kur kanë po ujt, të gjitha bojnë djeherës, me shku me pi ujin. Allah e ka përshkru kësisoj, sepse ata e në merë, edhe me kafsh dhe e kanë ditë që shok e punë. Pra, ja ka të regu shembullin praktik. Kështu do të grahen, do të ecin drejt zjarrit xhehenemit. Allah e na rujt.
Çka duhet me bë dhe me këtë për përmbyllim? Çka duhet me bë na besimtarët? Qysh duhet na mos sjell na besimtarët? Karshi ofendimeve dhe shamjeve. Duhet me kuptu që Allahu po thotë në Kur'an, wala tasma'unna, keni me dëgju gjithsesi. Keni me dëgju fyrje, sharje ndryshme. Adhan këthira, pikuj, prej mohuzve. Wa in tasbiru, wa tattaqu, dhalika min azmil umur. Kushdo që bën sabër, bën shumë durim, edhe rrit takvallakun, e zhvillon takvallakun, kjo është niveli më i lartë që e mrrin një besimtar. Që kjo është niveli, pika kulmore. Me mujt me bë sabër dhe me pos takvallak. Inna alladhina ajramu kana min alladhina amanu yadhakun. Që kjo është puna e atyve kriminalve. Ata nuk din tjetër me bë, vetëm se i përqeshin besimtarët. Pra këtë punë e kanë. Po puna jote çka është? Puna jeme është me bë sabër dhe me rrit devotshmërinë. Mos mi dëgju fjalët e tyre, por unë e di se më ka thirrë Allahu në xhami. Unë e di se xhamia është e dobishme. Unë e di se namazi është i dobishëm. Unë e di se Ramazani, agjerimi Ramazanit është i dobishëm. Unë e di që vëllaznillaku duhet me udesht, innamal mu'minuna ikhwa, krejt besimtarët janë vëllezër dhe duhet me desh njëri tjetrin, me u lidh fort me njëri tjetrin, duke e ndihmu njëri tjetrin. Që mos me lshu njëri tjetrin para sulmeve, para etiketimeve, para sharjeve, mos me ndihmu atyre në kurthat të cilat ata i vnojnë. Na lutim Allahun me na fal, me na mëshiru, me na udhëzu, me na drejtu. Allah e shpërbleft juve dhe neve me shpërblimin më të lartë, Jannatul Firdausul A'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.